Papsanat në vlorë ka peta në more sa njëri. Papsanat në vlorë ka peta në more sa njëri. E papsanat pushinat. Atëherë fillojmë. Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë dhe Komisioni i Përhershëm i Arteve kanë kënaqësinë të organizojnë promovimin e librit Sali Vranishti, Kapetani që nuk e mbulli syt as në bronz, të autorit Arben Saliu. Më lejoni që me këtë rast të falenderoj Kryesinë e Akademisë Shkencave dhe kryetarin e saj për organizimin e këtij eventi. Të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim, ministra, deputet, politikanë të njohur, të falenderoj kolegët e mi dhe mbi të gjitha më lejoni të falenderoj autorin dhe familjen e tij për këtë ngjarje të rëndësishme që ne duam ta paraqesim sot. Të gjithë e dim që Sali Vranishti është një figurë, pavarësisht se ne sot e përkujtojmë në 100 vjetorin e tij, është kthyer gati në legjendë apo në një mit. Dhe me sa duket është e vështirë të ndash mitin dhe legjendën nga realiteti. Por njerëz të tillë e kanë këto përmasa. Një grup miq, kolegë të tij sot janë të lutur të flasin në këtë promovim dhe të parin që dua të ftoj është akademik Shaban Sinani,
i cili është njohës dashamirës i familjes dhe me sa kam parë nga libri ka dhe kujtime personale për të. Fjala për ju, profesor. Faleminderit, profesor Kaba. Mirëdita. E kam kënaqësi të flas për librin që i shkushtuar Sali Vranishtit, i cili në vështrimin tim është një libër polifonik që ka ritestuar mendimin shqiptar për këtë figurë në një periudhë kur shumë vlera dhe trashëgimi, jo në mënyrë objektive, po për shkaqe të tjera, her pas here edhe janë vënë në pikpyetje. Mos që duket as pak e çuditshme që edhe figura e Sali Vranishtit, kapedani i luftës së Vlorës, një prej epicendrave të asaj qendrese, një figurë kombëtare që nderon Shqipërinë dhe lirinë e saj, e ka kaluar këtë test në një kohë të vështirë. Në vitin 1998, së bashku me mjeshtrin Tish Daia, me profesoren Afrodita Unusi dhe me disa kolegë të tjerë, duke përfshirë Benin, kemi shkuar për një ekspedit në Labëri, qëndruam në Vranisht dhe në ndërkohë shkuam të bëjmë një nderim në përmendoren e Sali Vranishtit. Ka qenë një prej çasteve më traumatike për mua, sepse atë përmendorën e kam parë me kokë të prerë. Dhe përpara asaj përmendorje kemi bërë një fotografi gjithsa ishim ne. Ishte një dëshpërim i madh, jo për vlerësimin e Sali Vranishtit, sepse ai vlerësimi kishte kaluar kohrat, por për faktin se ku po shkonte Shqipëria. Nuk do përmend edhe dy raste të tjera që i gjetëm po në ato 2 ditë qëndrimi të përmendorëve të dhunuara, të njerëzve që kishin luftuar për Shqipërinë dhe të njerëzve që kishin bërë luftën antifashiste. Ka qenë një dallëdi e asaj kohe dhe në këtë kuptim unë mezi e kam pritur që të botohet ky libër edhe për drejtësi, edhe për të fshirë nga kujtesa e njerëzve atë shëmti që ndodhi në atë periudhë kur njerëzit nuk i kishin trut në vend. Mbaj mend që kam botuar në atë kohë një artikull me titullin Përmendoret e mia kokëprera. Dhe një prej këtyre përmendoreve ishte Sali Vranishti. Ju them edhe tani e përritoj dhimbjen që kam përcjell përmes atij artikulli. Më shkonte në mendje që në periudha tronditjesh nuk i shpëton asgjë dyshimit. Kur nuk më ishte shkuar në mendje që në Labëri, në një kryeqendër qendrese, të kishte edhe një qendrim të tillë. Por Sali Vranishti ka përballuar luftra me trupin e vet të gjallë, jo më me përmendore. Me përmendore kemi ashtu siç është dhe por nuk është mirë për etnopsikologjinë shqiptare që e mban këtë qëndrim ndaj përmendoreve të veta. Sali Vranishti, kapedani i Vlorës, kapedani i Labërisë, kapedani i Shqipërisë, është një shenjë. Dhe që është një shenjë, e kanë shenjuar, e kanë vendosur 100 vjet krijimtari për të. Krijimtaria për një figurë bëhet vetëm për ta mbajtur mes nesh, për të mos ja kujtuar ikjen nga kjo botë. Po, Sali Vranishti është shkënduar ende kur ishte gjallë. Shumë pak ka figura në trashëgiminë shqiptare, jo vetëm shqiptare, edhe ballkanase edhe më gjerë, që kënga tu jetë dhuruar përjashtimisht edhe kur kanë qenë gjallë. Ajo që më pëlqen te ky libër është që anketimi i vlerësimit të figurës
Sali Vranishtit është bërë në brezat e rinj, por nuk janë përjashtuar edhe profesorët tanë. Pa diskutim është bërë shumë mirë, nuk është përjashtuar Petro Marko, nuk është përjashtuar Dimitër Shuteriqi, është nder që janë në këtë libër. Po drejtimi i vëmendjes te ky brez është tek brezi më i fundëm ose te i parafundmit është me shumë dobi dhe i bën nder librit, i bën nder autorit të librit, miku tim Ben Saliu, që ka bërë detyrën që duhet të bëjë një djalë i mirë për një baba të mirë, për një gjysh të mirë. Dhe mund të them edhe një sugjerim, ndoshta mund të kishte pasur edhe pak më shumë autor nga veriu të përfshirë në këtë libër, sepse në të njëjtën kohë me luftën e Vlorës është bërë lufta e Dibrës. Edhe Luani ka shkrim, po unë nuk kam për fajin tim, po ka autorë të tjerë që mund të kishin kontribuar, sepse vërtet është Andreasi këtu? Nuk është, se doja ta pyesa, e kemi në enciklopedinë që po përgatit, për të siguruar, në enciklopedinë që në enciklopedinë që po përgatisim, enciklopedinë shqiptare në 10 vëllime, Sali Vranishti është zë si figurë kombëtare. Faleminderit. Faleminderit profesor Shabani. Dhe tani akademik Vasil Tole do bëj një prezantim të Përshëndetje, nderuar të pranishëm, nderuar drejtues i promovimi. Ajo që unë dua të paraqes para jush quhet Sali Vranishti, njeriu këngë. E preku pak akademik Sinani. Për kapetan Sali Vranishtin është folur dhe shkruar shumë. Ai tashmë është pjesë e historisë së Shqipërisë. Dhe ky libër është një tjetër dëshmi e prekshme e jetës dhe aktivitetit të tij patriotik për Shqipërinë. Sali Vranishti kishte shumë epitete. Ndërto përmend epitetin Astrit, biri i maleve të sert, kapedani i kapedanëve dhe shumë të tjerë, dhe më i bukur ndër ta për mendimin tim është ai i njeriu të këngë. Po çfarë është kategoria e njeriu të këngë? Është një klasifikim popullor që lidhet me meritat e njeriut, par nga syt, mendja dhe nga zemra e popullit. Zakonisht ne të gjithë që jemi këtu, jemi mësuar me ndarjen dhe klasifikimet e rëndësisë së njerëzve sipas shtresave shoqërore dhe titujve aristokratik që mbajnë, për shembull baron, duk, kont, princ, mbret, e të tjera, apo me klasifikimet e titujve dhe grada akademike, ushtarake apo fetare. Por, ja që ka edhe një ndarje tjetër të pashkruar dhe pa vendime e pa shkresa, kjo e popullit që flet për njerëz që kanë këngë, ose njerëzit me këngë. Në këndvështrimin e popullit, këta janë kategoria e njerëzve të shquar, që është e kuptueshme që derisa ka njerëz me këngë, ka dhe njerëz pa këngë, madje shumica nuk kanë. Siç me të drejtë thuhet në libër, po e citoj, që kënga nuk është thjesht kujtesë, ajo është monumenti i parë i pavdekësisë. Edhe për Sali Vranishtin janë ngritur shumë të tilla. Po përmend vetëm disa, si për shembull, po citoj titujt. Sali Murati i thon, 908 viti, bashkë me Sali Muran, Qanata Komita Malit, Judoj Xhani për Vatan, Teura Saliu Thiri, në Vlorë Foli Tellalli, Apsanat Kushi Prishi e shumë të tjera. Për më tepër, si askush më parë, do të thoja, Sali Vranishtit ju kënduan këto vargje. Kudo ku të shkeli këmba, të ndoqi nga pas kënga. Këto vargje pohojnë më mirë se çdo argument tjetër se jeta dhe veprimtaria e tij ishte denjë për këngën e popullit. Kjo dukuri, pra dukuria e njeriu të këngë, është në diçka jo e rrallë në hapësirën shqiptare, pasi vetë ambienti ynë, historia e Shqipërisë,
problematikat që populli dhe shteti ka pasur për të stabilizuar, i stimulonte, i promovonte. Pra, këta njerëz ishin dhe të gjallë, edhe të vdekur, pra që kënga mund të ngrihej ose kur ishin në gjallë siç u përmendën për Saliun, apo dhe pas vdekjes që normal ka të bëjë me një heroizëm të madh. Në realitetin fizik e njerëzor të Shqipërisë, gjejmë këngë të ngritura nga populli për figura të shquara historike dhe për dëshmorë të atë dheut. Si për heroin kombëtar Skënderbeun, babain e kombit Ismail Qemalin, Selam Musain, këngë për Ali Pashan, për Trimat Gjolek Mandileziun, kush e nje Dervish Alin, Mete Jazva Gjakëtar, Ohodo Odonivica, Zek Prevata një trejm i rall, Hazi Gjzeka me shalt bardh, Idris Seferi që ka thonë, apo për dëshmorët si Mujol Qinaku, Qemal Stafa, Vojë Kushi dhe shumë të tjerë, sepse janë të shumta. Në thelb, njerëzit këngë janë ata që ushqejnë dhe kanë ushqyer krimtarin artistike njerëzore më të jashtëzakonshme, më unike, më të përjetshme, duke tërhequr vëmendjen edhe të shkrimtarëve tanë. Ndërta po përmend Ismail Kadaren. Në veprën e tij, duke e çmuar shumë të kategori, Ismaili përmend pra njerëz këngë që ai ka praktikisht personazhet vet. Për shembull, Gjon Mokrarin nga Viti mbrapsht e quan njeriu me këngë. Apo kapitan Çelo Karafil Plakun, Bab Vuciternin, që ishte kryetar Kuvendi Burrash, stënipi Balçajve, apo Shpend Shëndëllia, hero popullor me 3 këngë, njëra prej të cilëve kërcej, apo Nik Martini. Pra të gjitha personazhe fiktive që e kanë imponuar Kadaren ton për t'i përjetësuar në artin e tij të madh, sepse aq e fuqishme është pesha e këtyre njerëzve. Pra këngët për njerëzit këngë janë si një gjerdan vlerash që kanë nisur të formohet prej qindra vitesh, nga krijues anonim ose jo. Në rastin e këngëve për Sali Vranishtin, kemi këngë të krijuara ashtu siç ne i quajmë në rrugë anonime, pra kur këngës nuk i gjetet autori, po ka dhe këngë me autor, siç është rasti i rapsodëve të shquar të Lavërisë, të Lefter Çipës, të Muhamet Artarit, të Gjikës. Pra është një kombinim i të dyjave dhe e ritheksojmë faktin e këtij realiteti metafizik, pasi kjo i ka paraprir edhe krimtarisë popullore, duke lartësuar në këngë figurat e heronjve. Këtu bëjmë pjesë, si përfundim edhe këngët kushtuar Sali Vranishtit, njeriu të këngë të Lavërisë dhe Shqipërisë, duke u lumtuar pak përveç leximit të librit dhe materialeve të tjera, edhe në arkivin e Institutit të Antropologjisë Kulturore gjetëm një këngë për Saliun të regjistruar në Vranisht në vitin 75. Pikërisht Sali Vranishti, atij që populli këndoi, kush njihte Salimuran, atë komitin me fam, korp të zeze kish fustan, ju do xhani për vatan. E përgëzoi përgatitjen e librit Arbenin për punën e madhe që ka bërë në grumbullimin dhe sistemimin e gjitha asaj lëndë dokumentare, studimore dhe folklorike që lartëson dhe përjetëson figurën dhe kontributin e madh të patriotik të Sali Muratit për Shqipërinë. Dhe duke kujtuar këtë figurë të madhe të historisë sonë me këtë promovim, ju urojmë besoj dhe në emrin tuaj Benit, gëzuar ditëlindjen i dashur Beni. Faleminderit. Vazhdojmë më tej me Luan Ramën, është i ftuar të bëjë një prezantim për librin. Është një nga, si them, njerëzit që ka kontribuar me shkrimin në këtë libër, por edhe një nga njerëzit që them e ka njohur heroin ndoshta më mirë se shumë të tjerë. Faleminderit profesor, unë ndjem i nderuar që kam mundësinë të flas sot në këtë veprimtari që na sjell në vëmendje në këtë homazh një nga figurat e mëdha të historisë tonë kombëtare, pak kohë pas janë bërë 100 vjet prej ikjes së tij nga jeta fizike. Në historinë e çdo vendi ka emra që lindin si njerëz të zakonshëm dhe që koha i shndron në simbole.
Të tillë janë ata njerëz që nuk jetojnë vetëm për jetën e tyre, po për fatin e vendit të tyre. Ata që në çaste vendimtare të historisë zgjedhin të qëndrojnë në anën e atë dheut. Një nga këta emra është edhe ai kapedan Sali Vranishtit. Ai lindi si Sali Murati, një emër i njohur në fshatin e vet, në atje mes malesh të larta, në Vranishtin e Lumit të Vlorës dhe të Labrison të dashur. Por me jetën dhe luftën e tij ai u bë më shumë se një emër. U bë një simbol. U bë Sali Vranishti dhe si ato malet mes të cilave u rrit, u lartësuan historinë tonë si luftëtar i madh dhe si kapedan i luftrave. Ai la gjurmë gjaku e heroizmi kundër të gjithë armiqve të kombit, pushtuesve turq e andartëve grek, pushtuesve italian dhe shovinistëve serb, nga macukulli i Matit më 1921 e deri në shkallën e Tujanit në dhjetorin e vitit 1924. Zgjodhi me bindjen e njeriu ta detar dhe vizionar të ishte në krah të Ismail Qemalit e të Çerçistopullit, si kapedan mes kapedanëve të luftës së Vlorës dhe përkrah Suleman Delvinës e Fanolit. Me luftën e tij u shndruan legjendë dhe prej 100 vitesh jeton në shpirtin e kombit, i mbuluar me lavdin që meritojnë ata që i falen atë dheut. Por më lejoni ta lë për një çast kapedan Sali Vranishtin në madhështinë e tij të shenjtëruar mes luftrash dhe ta zhvendos vëmendjen tek trashëgimia si përgjegjësi e brezave pasardhës. Sepse historia e njerëzve të mëdhej si kapedan Sali Vranishti nuk është vetëm një rrëfim për t'u admiruar e nderuar, por është një pasqyrë ku trashëgimtarët duhet të shohin dhe të gjejnë veten. Herojt pa vazhdimsinë mbeten emra në muze ose në fletët e historisë. Pa pasardhës që i mbajnë gjallë vlerat e tyre, herojt vdesin. Tu fillon kuptimi i vërtet i trashëgimisë si përgjegjësi. Trashëgimia nuk është vetëm një emër i mirë apo një histori e lavdishme. Ajo është një barë morale. Është detyrim që kalon nga etrit tek bijtë. Ajo na kujton se krenaria përpara ardhësit është vetëm hapi i parë. Hapi i vërtet është përgjegjësia për të qenë të denjë për ta. Historia e familjes së kapedan Sali Vranishtit është dëshmia e madhe e këtij ligji të pashkruar të nderit. Lavdia e kapedanit nuk mbeti vetëm histori dhe kujtesë e skaluarës. Ajo jetoi dhe gjeti vazhdimsi te i biri, Maman Saliu, i cili e mbajti me dinjitet emrin e tatit. Plagëve të babait kapedan Sali Vranishtit ju shtuan plagët e tij në luftën partizane për liri dhe me krenarinë e gjakut e të fisit e jetoi gjithë jetën si një partizan i lirisë atë dheut. I mëshoj kësaj ane, sepse historia nuk na i ka kursyer rastet kur gjurmët e gjakut e të heroizmit jo vetëm që nuk janë trashëguar, por edhe më keq, janë njollosur e përbaltur në lumin e turpit e të tradhtisë. Se mund t'i jesh djali i Abdul Frashërit, mund t'i jesh nipi Ismail Qemalit, mund t'i jesh edhe djali i Isa Boletinit, por kur zgjedh anën e kundërt të atë dheut, mbetesh trashëgimtar vetëm i mbi emrit. Historianët që duan të bëjnë histori bazuar në parimet e historizmit dhe të ligjësisë së vërtetës, duhet të kenë guximin intelektual dhe kurajën profesionale ta thonë dhe ta mbrojnë të vërtetën, edhe kur politika bën pa udhësi e i ngrë këta në pjedestale nderi kur nuk e meritojnë. Në luftën e Vlorës më 1920, njësoj si kapedan Sali Vranishti luftuan dhe patën merita të mëdha edhe kapedan të tjerë. Por ndryshe prej tij, disa prej tyre ose e humbën vetë emrin në rrjedhë të historisë, ose u apërbaltën emrin bijt që nuk u bën dot trashëgimtar as të heroizmit dhe as të lavdisë së tyre. Ndërsa po e mbroja këtë argument në përkujtimet e 100 vjetorit të luftës së Vlorës, një historian pa të thënë se mbase Sali Vranishti që me fakt që nuk jetoi më gjatë sepse ndoshta edhe ai do të bënte atë që bën disa prej kapedanëve të 1920-s, të cilët më 1939 dolën dhe i pritën pushtuesit fashist me lule dhe u bën bashkëpunëtor me ta,
apo si ca të tjerë që vanë dhe i dorëzuan Viktor Emanuelit III, kurorën e Skënderbeut. Këtë ne nuk mund ta dimë, por dëshminë e trashëgimisë na jepi biri i kapedan Sali Vranishtit, Maman Saliu, që në shembullin e teatrit i cili i vuri pushkën pushtuesve italian më 1920-ën, rëmbeu armët dhe luftoi kundër pushtuesve fashistë si partizan dhe komandant i tyre në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Kjo është historia dhe historia nuk shkruhet, historia bëhet. Për Maman Saliun të ishte djali i Sali Vranishtit ishte krenari, por më shumë se krenari, ishte detyrim dhe përgjegjësi e madhe për të luftuar për lirinë e atë dheut. Ashtu si kundër përcjellja e kësaj ADN-je, krenarie dhe përgjegjësie të trashëgimtarët e brezit pas tij, ishte përmbushja e misionit të Maman Saliut për të mos lejuar të humbte emri i kapedan Sali Vranishtit dhe i komandantit partizan Maman Saliu. Është kjo arsyeja sepse ne jemi sot këtu me Gëzimin dhe Benin, djemtë e Maman Saliut dhe nipat e Sali Vranishtit. Sepse nga brezi në brez nuk përcillet vetëm një emër apo një mbiemër. Trashëgohet gjaku, trashëgohet nderi, trashëgohet heroizmi dhe ade dashuria, trashëgohet kujtesa, trashëgohet jeta e jetuar me dinjitet. Trashëgohet mbi të gjitha detyrimi për të mos e ulur kurrë lartësinë morale të atyre që na paraprin. Kjo është arsyeja pse sot ne nuk kujtojmë vetëm një kapedan të historisë sonë, ne kujtojmë një emër që u bë lavdi dhe një trashëgimi që u bë përgjegjësi. Dhe ndoshta kjo është forma më e lartë e nderimit për ata që sakrifikuan në këtë vend, kur bijt nuk mburren vetëm me historinë e etërve, por jetojnë në mënyrë të atill që ajo histori të vazhdojë dhe të na dëshmojë se trashëgimia nuk është vetëm krenari për të shkuarën, por më shumë është përgjegjësi për të sotmen dhe për të ardhmen. Të dashur Gëzim dhe Beni, faleminderit për bijt që jeni. Faleminderit. Të prezantoj unë, me kënaqësi. Fjalën e ka profesori i nderuar për të vazhduar rendin e akademikëve dhe të profesorëve që unë ndërpreva në mënyrë jo shumë metike mbase. Jo, nuk e ndërpreve fare për së vërtetës. Ky është një lloj mozaiku ku secili ka këndvështrimin e vet dhe besoj që të gjithë bashkë kontribuojmë në ndriçimin e vlerave të këtij libri. Kam kënaqësinë të them disa fjalë dhe shpreh mendimin tim për librin e Arben Saliu, që Sali Vranishti, kapedani që nuk i mbylli syt as në bronz, që është një titull shumë domethënës. Më duhet ta përgëzoj autorin për këtë iniciativë, jo thjesht si nipin e Sali Vranishtit, po si një përpjekje për të ndriçuar dhe për qartësuar më tej një figurë të njohur të historisë tonë, të cilët ne, unë edhe shumë të tjerë nga ato anë, e njohin shumë mirë përmes këngëve, sepse në ato festat apo dasmat tona nuk kanë munguar edhe këngët për Sali Vranishtin. Libri i paraqitur sot nuk është një monografi, le të themi, profesioniste apo tradicionale, por që të ketë një këndvështrim klasik, por është konceptuar, si shkruan vetë autori, si një mozaik zërash, dokumentesh, kujtimesh dhe vlerësimesh, të cilat së bashku na sjellin figurën komplekse të Sali Vranishtit. 5 kapitujt e tij përmbajnë shkrime nga autorë të ndryshëm, kujtime të atyre që kanë njohur, krijime, vlerësime e dokumente. Si historian, unë do të vlerësoja në mënyrë të veçantë përpjekjet e autorit për të sjellë një
grup dokumentesh të vjela nga arkivat austro-hungareze, si njoftimet e konsulve të vitit 1912 drejtuar ministrit të jashtëm të Austro-Hungarisë të asaj kohe, shkrimet gazetave të njohura të kohës, si Liria e Shqipërisë, Drita, Avdheu, foto origjinale të tij të marrë nga Fonoteka Austro-Hungareze vitit 1916 që me sa shikoj është bërë bazamenti mbi cilat janë ndërtuar, janë ngritur dhe fotografitë e mëvonshme, por edhe skulpturat kushtuar Sali Vranishtit. Është e kuptueshme që në rrethanat e Shqipërisë atërshme ishte vështirë të gjeje foto dhe nga kjo gjë ne kemi vuajtur të gjithë. Figura e Sali Vranishtit është përjetësuar para se gjithash në këngët e shumta që janë krijuar nga populli për të. Është vështirë të njohësh figurën e tij pa njohur më parë këngët e shumta dhe sidomos këngët labe, të cilët në mënyrën se si krijohen e këndohen, mund të them pa droje kanë qenë mësuesi ynë i parë. Në odat e burrave janë skalitur vargjet për Sali Vranishtin dhe heronjtë të tjerë të gjitha kohërave. Edhe kjo është e kuptueshme, sepse në kohën kur mungonin historianët, mungonin arkivat dhe mungonin shumë gjëra të tjera. Për këtë libër kanë kontribuar dhe dua t'i falenderoj shumë autorë, që nga Muhamet Tartari, Elmas Aliaj, Ben Andoni, Bashkim Fifo, Agron Metaj, vetë Arben Saliu, Luan Rama që sapo foli, Fatmi Zanaj, Kristo Mërtiri, Nesip Kaçi, Idajet Jahaj, edhe ndonjë tjetër. Gjatë bisedave që kam bërë me Benin, kishte shqetësim dhe besoj shqetësimi jo pa vend, sepse shumica e njerëzve kanë fiksuar Sali Vranishtin një hero të luftës së Vlorës. Edhe kjo, si them, në spotlight ka qenë pikërisht kjo periudhë. Dhe autori e kishte shqetësim, të vinte në dukje që Sali Vranishti nuk është vetëm ai që njohim në shumicën e rasteve në luftën e Vlorës, por është një figurë që fillon që nga fillimi i shekullit 20, që ka kontributet e tij, dhe në libër ai i ka vënë në dukje përplasjet e para me koshallet turke apo osmane në zonën e lumit Vlorës dhe në fshatin e tij, burgosjen e tij në burgun e Beratit dhe më vonë në burgun e Janinës, arratisjen nga burgu i Janinës dhe sidomos periudhën nga viti 1908 dhe mbrapa takimet e tij me Ismail Qemalin dhe me Çerqistopullin e tjerë, që duket se është një periudhë që sipas mendimit tim bën një kapërcim, domethënë nga një, si them, fshatar i revoltuar, do ta quaja unë, dhe luftëtar, bëhet një njeri me ndërgjegje kombëtare. Dhe pikërisht këto takime mendoj që kanë ndikuar shumë në gjithë historinë e mëpasshme të Sali Vranishtit. Po kështu autorë të ndryshëm them drejtën kanë shkruar me dhimbje, sidomos për ngjarjen e vitit 1991, kur monumenti i tij në Vranisht u dëmtua rënd. Unë nuk kam ndërmend të zgjatem në këtë pikë sepse folën, por është një lajthitje, do thosha, mbase nganjëherë dhe lajthitje kolektive që ne duhet ta pranojmë, ndodhin në këto vite. Pa u zgjatur më tej, mua më duhet ta falenderoj autorin dhe përmblesin e këtyre studimeve dhe të gjithë ata që kanë kontribuar me këtë libër, sepse ne
nderojmë Sali Branishtin, por njëkohësisht nderojmë mbi të gjitha historinë tonë. Nderojmë veten tonë, nderojmë vlerat tona kombëtare, të cilat në periudha të caktuar duket sikur hepohen, por në fundit ato janë aty dhe ne do t'i ruajmë, sepse pa to nuk mund të ndërtojmë kombin dhe vendin tonë. Faleminderit. Profesor Kaba, faleminderit dhe ftoj tani profesor Marenglen Kasmi. Faleminderit. Unë do të mundohem që mos të kem jo vetëm përsëritje me parafolsit, çka është e vështirë sepse u bën prezantime shumë të mira dhe më vën një lloj vështirësie, por po ashtu dhe ti qëndroj pak larg skemës klasike të një prezantimi libri. Të nderuar pjesëmarrës, sot kemi privilegjin të mblidhemi për të nderuar dhe për të reflektuar mbi një prej personazhet më domethënës të historisë së Labërisë dhe të patriotizmit shqiptar në fillim të shekullit 20, Kapedan Sali Vranishtin. Prezantimi i këtij libri nuk është vetëm një aktivitet kulturor apo akademik. Ai është një akt i rëndësishëm i rikujtimit historik, një akt për të vendosur në vendin e merituar një figurë që mishëron një epokë të tërë të përpjekjeve të shqiptarëve për liri, dinjitet dhe shtetësi. Historia shqiptare, sidomos ajo e periudhës së fundit të rilindjes kombëtare dhe e viteve të para të shtetit shqiptar, është e mbushur me personazhe që lindën nga krainat dhe komunitetet lokale, por që me veprimtarinë e tyre u shndruan në bartës të idealit kombëtar. Në këtë kuptim, Labëria zë një vend të veçantë në historiografinë shqiptare. Kjo krain ishte një nga vatrat më të rëndësishme të qendresës dhe të ndërgjegjjes kombëtare, ku tradita e kuvendeve, kodi i nderit dhe kultura e armës krijuan një mjedis të përshtatshëm për lindjen e figurave udhëheqëse. Në këtë traditë historike duhet vendosur dhe figura e Kapedan Sali Vranishtit. I lindur më 20 mars 1880 në fshatin Vranisht të Vlorës, ai u formua në një mjedis ku ndjenja e lirisë dhe e dinjitetit ishte pjesë e pandar e kulturës së krainës. Vetë termi Kapedan, që e shoqëron emrin e tij, nuk përfaqësonte vetëm një emërtesë luftarake, pra si komandant lufte. Në traditën shqiptare, sidomos në jug, ky term shënjonte edhe një nga autoritetet morale, pra një autoritet moral shoqëror, një figurë që gëzonte besimin e komunitetit dhe që kishte aftësinë të mobilizonte njerëzit në momente vendimtare të historisë. Sali Vranishti ishte një njeri i lirë në mendim dhe në veprim, një personazh që nuk mund të pranonte kompromis me padrejtësinë. Ai përfaqësonte tipin e burrit që e konsideronte nderin, lirinë dhe drejtësinë si vlera të panegociueshme. Kjo është dhe arsyeja pse në kujtesën popullore figura e tij mbeti si simbol i qendresës, i drejtësisë dhe i besnikërisë ndaj interesit të përgjithshëm. Veprimtaria e tij patriote fillon herët. Për shkak të qëndrimeve të tij kundër administratës osmane, ai u përndoq dhe u burgos në Janin, një ndër burgjet. Arratisja nga burgu dhe dalja në mal si komit përbën po ashtu një nga episodet më domethënëse të jetës tij dhe vendos atë në traditën e luftarëve të maleve, që karakterizuan një pjesë të rëndësishme të rezistencës shqiptare në prag të pavarësisë. Në vitin 1908, ai krijoi çetën e tij patriotike, të përbërë nga luftarë të Vranishtit dhe të fshatrave të tjerë të lumit Vlorës. Kjo çetë u bë aktive në një sër aksionesh kundër pushtetit osman dhe kundër padrejtësive të kohës. Në këto veprime, ai fitoi reputacionin një njeriu të drejtë dhe të vendosur, që mbronte interesat e popullit të tij dhe që nuk e ndante kauzën kombëtare nga hallet konkrete të njerëzve të thjeshtë. Një nga episodet më të njohura të kësaj veprimtarie është edhe aksioni i vitit 1912 për hapjen e burgut të Vlorës dhe lirimin e patriotëve të burgosur. Ky akt pati eon të madhe në opinionin e kohës dhe mbeti i gjallë në kujtesën popullore, madje u përjetësua dhe në këngën e njohur Po hapsanet kush i hapi, Kapedan Sali Murati. Kjo ndërthurje midis ngjarjes historike dhe kujtesës popullore është tepër domethënëse, sepse dëshmon se veprimi i tij nuk u perceptua si një akt i zakonshëm,
force, por si një akt çlirimi në shërbim të atë dheut. Pas shpalljes pavarësisë Shqipërisë në vitin 12, vendi u përball me sfida të shumta politike dhe institucionale. Në këtë periudhë, shumë nga figurat që kishin marrë pjesë në luftën për liri u përfshin dhe në ndërtimin e strukturave të para të shtetit shqiptar. Edhe Sali Vranishti ishte një nga këta individ. Ai u emërua komandant i sigurimit publik në qeverinë e Ismail Qemalit, duke marrë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e qeverisë Vlorës dhe në ruajtjen e rendit në tërësi në një moment tepër kritik për shtetin shqiptar. Kjo tregon se figura e tij nuk duhet parë vetëm si ajo luftari të pushkës, por dhe si ajo njeriu që kuptoi nevojën për shtet, për rend dhe për përgjegjësi institucionale. Kulmi i aktivitetit patriotik të Sali Vranishtit lidhet me një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë moderne shqiptare, pikërisht me luftën e Vlorës të vitit 1920. Lufta e Vlorës përfaqëson një moment vendimtar në historinë e shtetit shqiptar. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, dihet që Italia synonte të mbante nën kontroll qytetin dhe zonën e Vlorës, duke kërcënuar seriozisht integritetin territorial të Shqipërisë dhe duke vënë në pikpyetje vetë fatin e shtetit shqiptar. Në këtë situatë u organizua një nga lëvizjet më të rëndësishme të rezistencës kombëtare, e cila bashkoi luftëtarë nga shumë krajina të vendit dhe provoi se ndërgjegja kombëtare shqiptare kishte hyrë në një stad të ri pjekurie. Në këtë luftë, krajinat e Labërisë luajtën një rol të jashtëzakonshëm dhe ndër figurat më aktive ishte padyshim dhe kapetan Sali Vranishti. Ai mori pjesë në organizimin dhe drejtimin e forcave të lumit Vlorës, duke mobilizuar luftëtarët e zonës dhe duke kontribuar në përpjekjen e përgjithshme për çlirimin e qytetit. Suksesin e kësaj lufte e bëri të mundur pikërisht bashkimi i strukturave tradicionale të çetave me një organizim më të gjerë kombëtar. Në këtë proces, figura të tilla si Sali Vranishti luajtën një rol kyç sepse ata gëzonin autoritetin e nevojshëm për të mobilizuar popullsinë dhe për ta kthyer rezistencën në një lëvizje të organizuar dhe të vetëdijshme. Prandaj, pjesëmarrja e tij në luftën e Vlorës nuk është një episod i rëndësishëm ose vetëm një episod i rëndësishëm i biografisë së tij, por ajo është momenti kulmor ku përmblidhen të gjitha dimensionet e figurës së tij: trimëria, autoriteti shoqëror, përkushtimi ndaj çështjes kombëtare dhe aftësia për të shndruar rezistencën lokale në një pjesë të fatit kombëtar. Fitoria e luftës Vlorës në vitin 20 ishte një moment historik që forcoi pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë dhe tregoi se populli shqiptar ishte i gatshëm jo vetëm të shpallte pavarësinë, por edhe ta mbronte atë me armë në dorë. Në këtë kuptim, Sali Vranishti mbetet një nga figurat që identifikohen më qartë me këtë provë të madhe të dinjitetit kombëtar. Por historia e figurave të tilla, siç na kujton me të drejtë dhe një nga ata që ka kontribuar në këtë libër, studiuesi Benandoni, në shkrimin e tij të përfshirë në këtë botim pra, nuk është gjithmonë e drejtë dhe këtu nis një reflektim i domosdoshëm jo vetëm për të shkuarën, por dhe për ndërgjegjen tonë sot. Pas viteve të luftës dhe të sakrificave, figura e Sali Vranishtit nuk mori menjëherë vlerësimin e merituar, aso kohë nga regjimi mbretit Zog. Në një periudhë kur shumë nga luftëtarët e rezistencës u lanë harres, u mbajtën në periferi, ose u trajtuan me ftohtësi politike, edhe figura e tij nuk u vendos në piedestalin që e meritonte. Ky është një nga paradokset e historisë sonë, ku jo rrallë, ata që kontribuan për vendin nuk u shpërblyen nga pushteti, sepse logjika e pushtetit nuk përputhet gjithmonë me logjikën e meritës historike. Në vitet 44-90, figura e tij mori vlerësimin e merituar duke përfshirë atë në panteonin e erojve të rezistencës popullore dhe duke e paraqitur si simbol të patriotizmit. Sigurisht edhe kjo periudhë duhet parë me sy kritik, sepse dihet se regjimi i asaj kohe i lexonte shumë figura historike përmes filtrit ideologjik, por në këtë kontekst duhet pranuar se figura e Sali Vranishtit ruajti peshën e saj autentike, sepse ajo buronte nga një biografi reale sakrifice dhe nga një kontribut i vërtet historik. Akoma më domethënës është episodi i viteve të demokracisë, ku pak më parë u fol edhe për dhunimin apo përdhosjen që u bë bustit të kapetanit të ngritur në vendlindjen në vitin 1970. Çka u riparua, pra u rregullua menjëherë. Ky episod ka një ngarkesë simbolike shumë madhe. Ai nuk flet vetëm për fatin e një busti. Ai flet për fatin e kujtesës sonë, për luhatjen e marrëdhënies sonë me historinë, për paaftësinë tonë
për të ndërtuar një raport të qëndrueshëm dhe të pjekur me figurat kombëtare. Kjo na çon padyshim në një pyetje të rëndësishme, çfarë po ndodh me shoqërinë shqiptare në këto 3 dekada demokracisë? Çfarë po përjetojmë në raport me vlerat kombëtare, me kujtesën historike, me figurat që kanë mbajtur në këmbë idealin e këtij vendi në kohë shumë të vështira. Në këto 30 vjet kemi parë shpesh një raport pa qëndrueshëm me historinë. Herë figurat historike janë përdorur për qëllime politike, herë janë lënë harres, herë janë vënë diskutim, jo nga fryma kritike shkencore, por nga një lloj cinizmi i shfrenuar publik, dhe herë janë rikthyer në vëmendjen vetëm në raste përvjetoresh apo ceremonish formale. Kjo tregon se shoqëria jonë ende nuk e ka ndërtuar plotësisht një kulturë të qëndrueshme të respektit ndaj kujtesës historike. Po jetojmë një kohë ku shpesh gatrohet kritika me mohimin, rishikimi me shkatrimin, pluralizmi me relativizimin, liria me mungesën e çdo kriteri vlerësues. Dhe në këtë mjegull të vlerave, edhe figurat kombëtare rrezikojnë të maten jo me kontributin e tyre real historik, por me interesat e ditës, me modelet ideologjike apo me tensionet e çastit. Kjo është një shenjë një shoqërie që ende nuk e ka stabilizuar ndërgjegjjen e saj historike kombëtare. Demokraci nuk do të thotë shkatrimi i kujtesës, nuk do të thotë po ashtu dhe prishje çdo simboli të skaluarës, nuk do të thotë tallje me të kaluarën. Përkundrazi, demokracia e pjekur kërkon aftësinë për të dalluar midis figurës historike dhe përdorimit politik të saj. Kërkon pjekurinë për të debatuar pa përdhosur, për të rishikuar pa thyer, për të analizuar pa rrëzuar themelet morale të një shoqërie. Figura të tilla si Sali Vranishi nuk i përkasin një ideologjie, një regjimi apo një kampi të caktuar politik. Ato i përkasin historisë Shqipërisë dhe kujtesës së popullit shqiptar. Pikërisht për këtë arsye, përgjegjësia jonë si studiues, si institucione dhe si shoqëri pra më gjerë, është i trajtojmë këto figura me seriozitet historik, me maturi qytetare dhe me respekt kombëtar. Kapetan Sali Vranishi mbetet një nga figurat që mishëron më mirë traditën e qendresës së Labërisë dhe kontributin e saj në historinë kombëtare shqiptare. Ai përfaqëson atë brezburrash që në një kohë të vështirë për kombin, arritën të mbajnë gjallë idealin e lirisë dhe të kontribuojnë në mbrojtjen e pavarësisë së vendit. Por ai është gjithashtu dhe një provë e mënyrës se si ne sot, si shoqëri, dim ose nuk dim t'i trajtojmë bijtë tanë më të mirë. Ju falenderit për vëmendjen, librit ju uroj udhë të mbar, edhe Beni ndoshta me ndonjë botim tjetër. Falenderit. Fjalën e ka se Beni më kërikoi, më tha, mos më thuaj autor, dhe mbas e ka drejt, po më thuaj përgatitës i librit, në fakt ka goxha kontribut në këtë libër, megjithatë unë prap do ta quaj autor. Edhe i jap fjalën Të nderuar pjesëmarrës, së pari duhet të falenderoj profesor Gjenushin që ishte i zoti i shtëpisë që na hapi dyert, gjithë akademikët, veçanti mikun tim të vjetër, profesor Cekën, 85 vjeçarin që duket si 55, zotin Dokle dhe ai nuk i thot vjeçet tamam, se s'është ai sa festoi ditëlindjen, është më i ri. Artën, Valin, djalin e Salaris, Gramozin, profesor Paskalin, të gjithë miq e familjes, dashamirës të historisë dhe vlerësimit të figurave të saj. Tani, të flasësh për këtë që e tha dhe profesor Hamidi, unë nuk jam autor i librit, unë nuk jam shkrimtar, nuk jam historian, përveç arsimit të fushën e sigurisë, kam qenë dhe student bashkohës me zonjën Dade, me zotin Milo, që kam miq nga fakulteti, dhe jam munduar të shkruaj, dhe një merit të madhe në këtë drejtim ka dhe një mentor im që ishte profesor Nasho Orgaqi, vajzën e cilit e kemi këtu pjesëmarrëse si akademike dhe si pasardhëse e babait. Tani të flasësh për njeriun tënd, në konkretisht
se më tha profesor Ceka, ti e ke gjysë tamam se ju lebri dhe mburrin nga i çikta. Jo, gjysë tamam i thoshën. Është dhe lehtë, po është dhe vështirësi. Është e lehtë se e di me detaje jetën e tij dhe është e vështirë se po t'i thuash gjitha me thënë drejtën, do marrim dhe atë damkën e Mburavecit. Tani me pak fjalë doja thoja që Sali Vranisi lindi në Labrin, një krain që nuk ka ndjerë në asnjë kohë vakum të ndjenjave historike dhe adetare. Pra pa lindur Sali Vranisi, Labrin i mungonin gazetarët, por nuk i mungonin rapsodët. Ata që ajo që thot Kadareja që sikur çdo dokument thot të mungonte, mjafton kënga jep historinë, jep ngjarjen, jep fakt. Dhe Labria ishte e madhe dhe kishte edhe zona siç është Kurveleshi, Himara, Lumi i Vlorës e tjera. Dhe në këtë truall Sali Vranisi u rrit me këngët që po të vemi në Tepelen, në Kurvelesh, edhe unë që i vogël më nisin ca vargje që vërtet emocionojnë. Hajt bilbil, lejt litar, ndalur bej të dreci ngartët, se s'jam çanaku me dhall, po jam bilbili me pall. Ose gryke kuqe, gryke keqe, 1300 dyfeqe i mban gjoleka me vete. Ose po të kalojmë në Bolenën ku është Nuse Vali, do thoshim ç'është ajo që shkon në tutje, pall e lar e lesko duke. Po të vemi në Tërbaç, do thoshim o Lulo Abbas Mehmeti, o shkëmbi në mes të detit, që i bëre ball dobletit. I mara në maj të bregut, i mara e profesor Paskalit edhe Aleksandronit, i mara në maj të bregut, as me turkun, as me grekun, por me pushkën e dyfekut. Këtë duhet e kemë parasysh dhe i mariotet e sot. Të mos bën zvarranik të një plehu, si që është një deputet i Parlamentit Evropian, që unë më vjen pis në gjutë i thememri. Ose të vranë Odise Kasneci, Kazaja pa krye mbeti. Këto këngë i kanë vajtë në vesh dhe janë rritur edhe me fëmijërinë e Sali Vranisit, i cili që në rinin e tij ishte një element sfidus dhe rebelus ndaj pushtuesve të huaj. Dhe ky rebelim e përballi fizikisht me koshallë dhe u detyrua të shkojë në Janin, si emigrant, edhe ekonomik dhe politik. Dhe në vitet, në 2-3 vjet në emigracion, një ditë aty buz Janinës, kur Shqipëria nuk ishte kufi, në atë kohë, shtetëror, dikush dëgjoi një këngë labe dhe një turk tha Pisa Arnaut. Këtë pas bastardin e perandoris e vrau dhe u detyrua të arratise. Kur vjen Vranis, një bafshatar i tij, të cilin emrin e tij e dinte vetëm gjyshja ime dhe babai im, edhe unë, dhe nuk e di asnjë nga Vranis, për ta lënë në mëshirë të fatit. E arrestuan, e burgosën, e çuan me kontakt që nga Vlora, nga Vranisi deri në Vlorë, me kontakt, e çuan Berat, nga Berati, e sollën Vlorë me ani, e çuan Janin, dhe një bashkëvuajtës i tij, Ahmet Staravecka, që është në libër, ka dhënë një dëshmi shumë origjinale se si ai ishte arratis bashkë me atë, me një arratisje e tipit të Monte Cristos. Dhe ai nuk mund jetonte tani si një shtetas ose nën shtetas i perandorisë i lirë. Ai ishte një kaçak i maleve. Unë dua të them një fakt këtu që ma ka thënë gjysha ime ka rojtur 100 vjeç, i thashun, pse s'u akmor ky kundër këtij Mranishot? Dhe kur i kam thënë ta një herë, pse se vret atë qen, ai më tha, unë nuk i bëj duart pismet, ai ka vrarë vetë. Ky ishte Sali Vranisi,
dhe pasardhës të ati i vën dinamit në 91. Tani unë nuk jam poet, kam bërë një vjersh të vogël. Edhe them. Herojve mund t'u arrëzosh monumentet, të derdhur në bronz, a gdhëndur në gur, po nga pjedestali i këngës ku ata lartësohen, s'ka shkjot dhe zagar që t'i rrëzoj kur. Tani, jo rastësisht në ardhjen e parë të Ismail Qemalit në lumin e Vlorës në 1908, kur ai shpallte platformën e tij si deputeti i Sanxhakut Beratit, patriotët vendas, ai ka ardhur, jo vetëm ka ardhur me shumë patriotë edhe si një trashëgimtari zotit Vullnet Sina, i me Mehmet Brati e disa patriotë të tjerë branisht për ta zgjeruar edhe lëvizjen kombëtare dhe po ai për të shpallë edhe platformën si një burr i madh dhe i diplomat i madh, i folën për gjyshin dhe i tha dua ta takoj. Dhe në atë kohë gjyshi ishte në vuno. E lajmërojnë vjen dhe i dha orientimet qarta se çfarë duhet të bënin këta njerëz që në atë kohë quheshin fierar. Dhe kënga thot se ka prap ndonjë nga vranishti që thot që na kanë gënjur thot që Ismail Qemali ka takuar Salim Muratin. Unë do t'i thosha, po këngës çfarë t'i bëjmë? 908 viti Ismail Qemali në ndriti, gëzoi populli i Vranishtit dhe Salim Murat komiti, bashkë me shokët e priti, i dha fjalën dhe e nisi. A mund të arrëzojmë në këngën ja? Prapë unë këtë vranishtot e më shqiroj. Tani mbas këtij takimi, në Vranisht vjen vetë Çerçistop, i ushqyer me ndjenjat më të mëdha patriotike nga vllai i tij Bajotop. Dhe nga Vranisht kanë bërë një mbledhje në Tërbaç me njerëzit më aktiv të rezistencës anti-osmane. Ku aty ishte edhe Sali Vranishti, nga Tërbaçi, nga Dukati, edhe bashkëluftari i tij ngushtë Azem Sulo nga Vranisht. Dhe direkt mbas këtij takimi, Sali Vranishti në fund të nëntorit 1908 formon një çetë patriotike me një bërtham trimash nga Vranishti, si Azem Sulo, Mehmet Beqo, dua t'i përmend emrin se ka një fatkeqësi të madhe, Vladimir Meçes, Gjyshi Lat Meçes, Goxho Aliu, nga Kanina e tjerë. Dhe me këtë çet, ai u bë një element shumë sfidues ndaj okupacionit turk. Kanë dashur ta eliminojnë si qetë fizikisht, nuk mundën dhe aksioni më i bujshëm i tij është ai i hapjes së burjeve ose hapsanave në gusht të 12-s. Dhe kënga thot, po hapsanat kush i hapi thot? Kapedan Salim Murat. Ka vënë te llall se thoshin ka ardhur banda kusare e Salim Vranishtit që t'ju vjedh, ju grabis, mbyllni qepenat. Dhe ai vuri te llall një qize te llall i thosh. Dhe i tha dil aty dhe foli popullit Vlorës se po i mungoj një gjilpër do t'i kpus kokën. S'ka ardhur për të grabitur, po t'u jap lirin atyre që janë brenda në burgje, se kam që vetë i burgosur. I nxori. Ky aksion i dha dhe titullin, ja dha shokët, nuk ja dha dekretet, se s'kisha atëre as presidencë, s'kishe as Bariam Bega atere, as Niko Pelesh, as Arta Dade, as Ed Rama, atere kishe vullnet të popullit, që dilte mbi politikën. Dhe vullneti i popullit ati tha kapetan. Dhe në djenin time në jug, 3 veta u kanë në kapetan. Çerçistoplit, Nase Labit nga Vunoj dhe Sali Vranishtit. Po të dalë ndonjë tjetër le ta thot. Ky aksion e bëri atë që t'i dalë fama për te i Vlorës. Dhe ishte koha kur Merimanga e ideologjisë së Vorje e Pirit e megalides greke të kurdisur që në 1844, që e kanë edhe sot, i kërkojnë ndihmë Sali Vranishtit. Dhe ata që i thonë kusar Sali Vranishtit, i band kusarësh, unë do t'i recitoj këto vargje që ja theu popullit. Del Vignot të kërkojnë, i japin 300 Napoleon,
të bësh luftë me Thimjo Lol. S'është Saliu për zorë, tha, po Thimion të ma tregojnë. Dhe Sali Vraniqi nuk ishte Zorra Xhi, po ishte një patriot, një kapetan, një luftar i liris. Dhe kur e nxori në duel të Thimjo Lolin, prap kënga thot, në krane kur u përpojnë, Thimjo si foli me gojë, dil pusht të shohëm shoshojnë, se burrat fsheus luftojnë. I tregoi vendin atij dhe zagarëve të tij. Ky ishte Sali Vraniqi. Pa folur për pavarësinë ku Ismail Qemali jo rastësisht e vuri atë në krye të sigurisë publike. Dhe me që është profesor Gjinushi këtu do t'i them, një pseudo historian që mund marrë rrogën edhe nga zyrat tuaja, i lexova në një vend që thotë që kriminalizimi i politikës në Shqipëri, thot, filloi me Ismail Qemal, kur ai vuri në krah të sigurisë publike Sali Vraniqi. Këti bajge, unë do t'i thosha kështu, që po t'i jesh në krahun e Esat Pash Toptanit, si që bën ai, nuk mund t'i jesh në krahun e Sali Vraniqi. Dhe Sali Vraniqi u rreshtua në krahun e bejlerëve që shitën pasurinë për Shqipërinë, jo ata që shitën Shqipërinë për Florinë. Dhe jo rastësisht ai ngeli krye besnik i Ismail Qemalit, dhe në kujtimet e Ali Aslanit, që ka qenë prezent kur qeveria do binte. Dhe ai thot, si do bëjmë kapetanit? Dhe ky fshatar janë alfabet, po me i mençuri të lindur, si punë e gjithë kapetanëve të tjerë, që ishin burra të mençur, të lindur, jo thjesht trim, apo edhe të mençur, si Selam Musai, e Kanan Mazi, Azigul Lelo, e Memo Meto Brati, apo Azbi Canua, e Jusuf Ristemi, në Mavrov, e burra plot tjerë nga krajina tjera, Nase Benin, Burno, i thot, Ismail Bey thot, se i biseda bëjnë në zyrë, dhe deti ishte përballë, i thot, Ismail Bey, ti do bëhesh peshkita, do idesh matan, unë do bëhem dertha dhe do marr malet, po halli këtij popli si do vej. Dhe dihet si vajti halli i poplit, deri në 20-ën, kur Esat Pasha i nguli thikat Ismail Qemalit edhe bëri ato poshtërsitë që bëri. Lufta e 20-ës, tani pa vajtë e 20-a, aktivitet shumë i madh i Sali Vraniqit është për krah Qerqis Toplit dhe gjithë kapetanëve të jugut kundër ordhive që bën grekët në jugun e Shqipërisë, që e dogjen, e masakruan, dhe edhe prap kënga, unë jo rastisht te ky libri kam gjetur mbi 70 krime, dhe këngët më të bukura ai ka për luftën e Vlorës dhe luftë kundër grekëve. Dhe jo rastisht populli thot, kalan e borçit e zure, thot kapetan more Sali, dhe nga vendi nuk u tunde kapetan more Sali. Dhe kush e ka parë kalan e borçit një vend i zhveshur, unë nuk e di çfarë njeriu duhet ishe, ai dhe Qerqis Topli me shok që të merrnin kalan lart, që dominonte. Edhe luftën e Vlorës, ai shkëlqeu, krahas të tjerëve, prap del një gazetaruc këtu dhe anatemonte gjithë herojtë e luftës së Vlorës me në krye Selam Musai, që thoshe, si mund të futen në histori, thot, Selam Musai, Sali Vraniqi, Azigul Lelo, ata ishin ignorantë. Po mirë më King. Po Jeanne d'Arc, sa shkollë kishte? Apo francezët i merrin recetat nga byroja politike e Shqipërisë. Kur të fut populli në këngë, nuk del dot nga këngë. Dhe se gjyshime ka një varr, ka ca kocka atje. Po Selam Musai nuk ka kocka, se s'u gjet trupi. Prandaj e simboli i luftës Vlorës. Dhe këtë aktivitet gjyshi e vazhdoi edhe më pas në zonën e Luan Ramës, kur bën thirrje Elez Isufi me shok për të mbrojtur trojet kombëtare nga serbët. Këtë gjë e bëri edhe në Kalan e Tujanit, kur vrangelisët sollën në fuqi banditin Ahmet Zogu,
që sot për turp ka monument. Tani, do të thosha me dy fjalë që në fund, që të mos zgjatem, që në histori, e tha dhe Luani, në histori, mund të fusim, po nuk mund të futesh do të vetë, po se bërë atë. E kam thënë dhe një në Vlorë, isha me Gramozin, mikun tim, në 100 vjetorën e luftës Vlorës, që ka patriot me kot plot, po ka dhe me kot pjesëm. Unë jam krenar që gjyshim e mbylli si patriot me kot plot. Dhe le të marrë një fakt për një patriot me kot pjesëm. Gjyshim komandonte qetat e Rrezës së Lumit Vlorës, që quhet zonë e Rrezës. Por komandanti i luftës Vlorës, ditët e para ishte Ahmet Lepenica dhe deri në fund të luftës Vlorës ishte Qazim Koculi, një figurë shumë e shquar e historisë, edhe si komandanti i luftës Vlorës, edhe si një nga mbështetësit e flak të Delvinës, të Nolit, jo rastisht ka qenë 24 orë kryeministër, por konjunkturat nuk e lanë të bënde qeveri dhe me ardhjen e Zogut u arratis si e gjithë mërgata politike e kohës. Çuditërisht, kjo figurë shumë e madhe, në 39-ën, ky vjen bashkë me hordhit e fashizmit si kryekomisar i fashizmit në Vlorë. Dhe populli ja dha vullën, kur i tha aferim Qazim Koculi, vet i hodhi, vet i pruri. Tani është një fakt interesant që mbas luftës së Gjormit, në dhjetor të 42-shit, kur një bandit si Halil Alia, që prap mua ka bus, më vjen në mendje një shprehje këtij Kasëm Trabeshirës që thot, mbas 90-s, në Shqipëri ka ardhur liria apo jo demokracia. Mund të jemi i vetmi vend në Evropë që nderojmë kolaboracionistët. Është turp për klasën politike, të gjithë në këto 35 vjet, edhe për shtetin shqiptar. Është turp. Nuk mundet që Halil Alia të ketë bust në Dibër. Në Dibër duhet të ketë monument e Lezi Sufi, duhet të ketë Dalin Dreu që ka ngrënë plumb nga Enver Hoxha, që ishte një nga udhëhecit e luftës. Po jo Halil Alia. Se kur kanë vajtë babai im dhe babai Gjinushit me brigadën e 5 veri, gjetë edhe si xhatet e jugut i mbante në përmuret e Dibrës Halil Alia. Dhe kur vjen ky Halil Alia nga Gjormi, që më fal për shprehje, la brekët atje, kur vjen në Vlorë, shkaktar gjeti Qazim Koculin, që i thana ke gënjur, se situata nuk ishte siç na e bëre Tiros. Dhe e vrau. E vrau. Dhe në varrimin e tij ka shkuar vetëm Dhimitër Konomi nga gjys nga Palaca, nga Vunoj, mund të ma sqaroj Aleksi. Po, nga Palaca e profesor Paskalit. Dhe Dhimitër Konomi tani ishte pronari kampit që i punëtore mbas çlirimit. Dhe Dhimitër Konomi kishin luftën e Vlorës 14 vjeç. 14 vjeç. Dhe kishte një simpati të madhe për Qazim Koculin, se kishte pat komandant të madh. Dhe e çoi i vetëm përcolli makinën e vdekjes për të varrosur ish komandantin e tij. Dhe kur këta të rinj antifashist të Bregut, se kishin lokale në Vlorë, i thanë, pse mor Barba Dhimitër, tha, varros një njeri, tha, që është krye fashist i Vlorës. Dhe ai me mëçurinë e tij u mbylli gojën dhe u tha Dionit. Unë, tha, mua me Qazim Koculin, tha, më lidhte politika, më lidhte miqësia, tha, dhe më ndau politika. Vajta i ta varrosa, se bashkë me të varrosa dhe politikën e tij të gabuar. Këta janë patriot me kot pjesë. Tani, në fund, doja të thoja që ky libër është një libër modest, unë nuk jam autor,
Unë kam disa shkrime, kam përmbledhur shkrime, kujtime, dokumenta, të flasin vetë, dhe Salim Ranishit e tha dhe Luani, duke dhe tha dhe Vasua, është nga ata të pak të burra, se s'është i vetmi. Salim Ranishi nuk është as Isa Buletini, as Bariam Curi, as Qerqistopull. Ka individualitetin e vetë dhe pasaportën e vetë. Koha e vurin në kratë këtyre burrave. Dhe jo rastisht deli një nga këto dokumentet këtu, që Fanoli, një nga dekretet e para thonë nxjerrin pension Bariam Curin, Yusni Curin dhe Salim Ranishin. Se Fanoli, kur donte të vinte në pushtet, donte këta burra, kur erën në pushtet, tha, dilni në pension se u do t'i bye fyllit, prandaj i kuaj, se i binte fyllit. Dakor? Por Salim Ranishi, edhe sikur mos kish djalë. Po do thoja një gjë, që thash se më ngeli merak pa e thënë, Salim Ranishi e kanë akuzuar shumë keq, si band kusarës, bandet. Unë do t'i thosha kështu opinionit tu që nuk e din. Kishte 2 djem para babait tim. Një i vdes 9 vjeç dhe një 13 vjeç, nuk ishin buk të hanin. S'kishin buk. Në Vranish kishte një shtëpi me 10 metra katror. 10 metra katror, dhe flinte në shesht. Dhe në atë kohë pastroshin parat, ku i çoi parat? Kur ai ishte kaposhi, do të thosh, Anthojza i Vlorës, dhe nuk ka një rënj ulli në Vlorë. Dhe Delvinjote o thosh, nuk është Saliu për zor, po Thimion ma tregojnë. Salim Ranishi pati 2 pasurit pa luajtshme. 2. Zëmrën e tij edhe 2 fekun. Zëmrën e mori me vete, 2 fekun ja la trashëgim djalit 3 vjeçar, që të mos linde të ndryshkej. Dhe babai bashkë me Etem Gjinushin, Kadria Zbiun, Bejto Isufin, Reis Malilen, Nuri Arapin, Zenel Amitin, e 10 kuadrat brigadës 5, e treguan veten që ishin bi baballarësh. Edhe si kur të mos kishte asnjë dokument për Salim Ranishin, do vazhdoj të këndohet kënga, mali larë dhe ti në male, ku luftoje hidhje valle. Faleminderit. Faleminderit. Tani në mbyllje, 2 aktor do bëjnë. Ka një citat nga libri Ultimatumi i Petro Marko, kur Gyshi është personazh kryesor. Disa rresht nga Petro Marko. Është shumë shkurt profesor. Nga vinte hekure, që prej detit, por me të ardhur Italia, vendi u mbush me hekura. Vaporët shkarkonin hekura. Çuditë i bukuria ku shikonte gjithë ato makina që trembin shelegët. Bukuria që larg, ashtu siç ishte në këmbë duke bërë çorape, lëvizte me shpejtësi shtizat, lëvizte me shpejtësi edhe buzët. Ç'janë këto hekura? Si hecin këto hekura mbi ato 4 rrota? Po ku ven ato hekura? Përse erdhën gjerë këtu ato hekura? Dhe njerëzit që janë mbi to, hekura ka në duar e hekura ka mbi kokë. Salim Ranishi zbriste me 4 komit të tjerë. Bukuria e njihte. Shumë herë kish biseduar me të. Shumë herë i kishte shpënë edhe buk. Oj, bukuri! Kapedan? Si e? Kapedani dhe 4 shokët e tij u ndalën. Ata ulën rrëz një shkëmbi dhe me shpinë nga ana e maleve të vetimës. Koha ishte e vrejtur. Vjesht. Bukuria u afrua, por nuk u ul. Me sytë e shtiza, ajo dukej si një statuj helenike. Ishte i pashëm kapedani.
Ishte vërtet kapedan edhe nga trupi i mbushur, edhe nga fytyra i ashpër, por njerëzore, edhe nga sytë bojbari që i shkëlqinin. Vetullat i kishte të zeza dhe flokët e gjatë i binin mbi supa. Mjekrin e kishte ovale, por jo gjerë në gjoks. 2 gjerdan të argjent i kishte kraqaf dhe si brez kishte një rrip mëshqini bojmjalti. Ishte me fustanell. Po ç'na thua, moj bukuri? Hekura, shumë hekura kapedan. Edhe shtizat që ti ke në duar hekur janë. Edhe këto armë që mbajmë ne në duar hekur janë. Kapedani rrallë herë qeshte. Ende nuk i kishte mbushur të 40, po jeta ishte dukur shumë e gjatë. Ashtu duket jeta komitëve. Një vit jetë komiti është më i gjatë se 10 vjet bariu ose bujku. Bukuria vazhdonte të lëvizte me shpejt shtizat. Bukuri, u trembe nga hekrat? Jo, kapedan. Çuditesha e thosha me vete se si ecin ato hekura mbi ato 4 rrota. Po ku vene dhe pse erdhën? Trembën qetësinë e këtyre maleve. Bukuria kishte gjuar shumë për jetën e këtij kapedani. Po ku nuk flitej për të? Ndaj i thoshin edhe kapedan. Në kran kur u përpoqni, foli Saliu me gojë, dil pusht të çojmë shëshoqni, se burrat fsheurazi s'luftojnë. Kalan e borshit e zure, kapedan more Sali, dhe nga vendi nuk u tunde, kapedan more Sali.